Fondës kryeministrës Belinda Balluku kanë qenë agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit që kanë zbarkuar në banesa, në zyra dhe ambiente të tjera me qëllim zbatimin e urdhrave të miratuara nga gjyqtari i hetimeve paraprake. Për më shumë detaj, unë do të lidhem me kolegun Fation Gjinaj për të na dhënë informacion më të hollësishëm. Fation, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes Aneta, të përshëndes. Nesër 31 korrik e premte Belinda Balluku, ish zëvendës kryeministre dhe ish ministre e energjisë dhe infrastrukturës, një herë aktualisht deputete e Partisë Socialiste dhe drejtuese e qarkut Fier si drejtuese politike e këtij subjekti politik do të paraqitet në prokurorinë e posaçme përpara prokurorëve, por ende nuk është përcaktuar dhe zyrtarizuar nëse ka të bëjë me thirrjen e saj për të komunikuar zgjatjen me 3 muaj të hetimeve apo për t'ju komunikuar ndonjë akuzë tjetër apo hetim tjetër penal. E paralelisht me këto zhvillime që ishin në pritje prej ditësh lidhur me zonjën Balluku, sot ka patur veprime konkrete në lidhje me hetimet dhe dosjen ndaj saj, ku janë regjistruar të paktën 3 procedime penale, për njërin prej të cilëve është marrë e pandehur dhe bëhet fjalë për tunelin e Llogaras, një tender me vlerë 190 milion euro që s'pak dyshohet se është shkelur barazia e pjesëmarrësve në tendera. Në kuadër të kësaj dosje, asaj është komunikuar vepra penale që citova më sipër, së bashku me ish drejtorët e saj, Gentian Gjuli dhe Eralde Lezi, i pari u paraqit ditën e djeshme me avokat në SPAK, ku tha se ju komunikua zgjatja e hetimeve. Sot ka zhvillime për dosjen Balluku, ku të paktën në 2 qytete, Tiranë dhe Durrës, dhe në 4 pozicione dhe lokacione të ndryshme janë ushtruar kontrolle si banesash dhe zyrash, por aprovimi i gjyqtarit Erion Qela lidhur me kërkesën e SPAK ka qenë edhe për kontroll fizik. Nuk përcaktohet nga burimet që morën këto të dhëna nëse zonja Balluku është drejt për drejt subjekt i këtij hetimi apo pronat të cilat kanë qenë subjekt i këtij kontrolli të jenë prona sikurse ajo e Dërmiut që rezultoi sipas organit të tues në ndyshimet se vila e sekuestruar prej disa muajve në emër të ish futbollistit iglitare ishte de facto e Belinda Ballukut. Kontrollet janë duke vijuar sipas të njëjtave burime, ndërkohë që nuk ka një përfundim rreth interesit që ka patur organi jetues për t'i ushtruar ato. Vendimi është marrë ditët e fundit me kërkesë të SPAK dhe prokurorët të çështjes Dritan Prençi dhe Dorina Beko, dhe miratuar nga gjyqtari i shkallës së parë, Erion Qela, që ka qenë edhe gjyqtari i cili ka ndjekur veprimet e mëhershme ndaj Ballukut dhe ish-vartësve të saj. Me mjaft interes pritet cili do të jetë rezultati i këtyre kontrolleve, ku në fokus kanë qenë dokumentacione, por edhe pajisje telefonike apo kompjuterike. Ish-zëvendës kryeministrja pritet të paraqitet nesër, është bërë thirrje që të mbërrinë SPAK me avokat, por të mësojmë në vijim nëse, sikur se theksova më herët, ka të bëjë me komunikimin e zgjatjes me 3 muaj të afateve hetimore nga prokurorët e posaçëm apo komunikimin ndonjë akuze tjetër. Kujtojmë se Belinda Balluku përveç tunelit të Llogaras e konsideruar si një aferë 190 milion euro, ku 50 milion euro ishte vlera e lëvizjes garës fillestare që ishte shpallur madje edhe fituesi, njëjti fitues që me një vlerë më të ulët në fakt kreu në përfundim punimet për ndërtimin e tij. Hetohet edhe për 7 lotet e Unazës së Madhe të Tiranës, një sër segmentesh rrugore dhe infrastrukturore në vend, dhe është person nën hetim për korrupsion dhe pastrim parash. Kërkesa për arrestimin e saj e dërguar nga SPAK në kuvend u refuzua dhe rrëzua me votat e deputetëve të Partisë Socialiste, dhe do të shohim nëse gjatë kësaj vere ose në fillim të vjeshtës do të ripërsëritet kjo kërkesë apo jo. E qartë. Mirë, të falenderoj shumë Fation për të gjitha këto informacione që na përcolla. Faleminderit juve. Pra, bëhet fjalë pikërisht për prokurorinë e posaçme që ka firmosur tashmë disa urdhra kontrolli në kuadër të hetimit ndaj ish-zëvendës kryeministrës Balluku. Kanë qenë agjentët e Byros Kombëtare të hetimit që kanë zbarkuar në banesa, zyra dhe në ambiente të tjera me qëllim zbatimin e urdhrave të miratuara nga gjyqtari i hetimeve paraprake.
Prokuroria e posaçme ka urdhëruar 4 kontrolle banesash, zyrash dhe personal në kuadër të hetimeve për Belinda Ballukun. Kontrollet janë kryer në Tiranë dhe në Durrës nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe kontrollet janë bërë me vendim të gjyqtarit Erion Çela me qëllim sekuestrimin e pajisjeve elektronike apo dokumenteve që mund të jenë me vlerë për hetimin. Veprimet hetimore vinë në një kohë kur SPAK ka vendosur zgjatjen me 3 muaj të hetimeve për Ballukun. Mirë, në këtë momentin ne do të shkojmë pak me mbledhjen e qeverisë, apo ka përfunduar mbledhja e tyre, janë në raportim ministra.